Arrestimi i Erion Veliajt ka ndodhur 2 orë pasi Krisi ka nënshkruar publikisht marrëveshjen me Partinë Demokratike. Mos ishte live. Dhe ka qenë live. Ishte live në gjitha mediat. Patjetër. Dhe e gjithë vëmendja e publikut u zhvendos, u hoq nga ai lajm që ishte krye lajm, u zhvendos ka arresti i kryebashkiakut. Mediat kombëtare dhe mediat e kontrolluara nga majoranca. Nuk po them Altin Dumanin. Po se ai firmos. Nuk firmos Altin Dumani, nuk firmos Ojsedado, ekzekutimin e bën policia e shtetit e bën tjerë. Jo, ata firmosin urdhër arrestin e marrin gjykatë, pastaj e kalojnë te policia. Që të jemi të qartë. Ajo çka ka ndodhur atë ditë sigurisht sfumoi, e lanë hije krye lajmin që strategu i fushatës më të madhe në historinë politike botërore, i rikthimit më të pamundshëm presidentit Trump në detyrë, nënshkroi me Partinë Demokratike. Pra zgjodhi në të gjithë forcat politike në botë që garojnë, pas zgjedhjeve dhe pas marrjes pushtetit nga Trumpi në Amerikë, zgjodhi të vijë dhe bashkëpunojë me Partinë Demokratike të Shqipërisë. Për mua, ky ishte krye lajm për Shqipërinë edhe më gjerë. Atë ditë.